Partia Socialiste zhvilloi këtë të martë mbledhjen e rrallës së grupit parlamentar, ashtu siç ishte paralajmëruar më herët. Takimi nisi në orën 9:30 dhe zgjati rreth 1 orë gjysmë në drejtimin e kryeministrit dhe njëherëzi kryetarit të Partisë Socialiste Edi Rama. Në fokus të mbledhjes ishin dy mesazhe kryesore të kreut të qeverisë në kuadër të turit punët e Shqipërisë, forcimi i komunikimit me bazën dhe rritja pranisë në komunikimin publik. Rama u kërkoi deputetëve të jenë më aktiv në zonat e tyre elektorale, duke theksuar rëndësinë e kontaktit të drejt me qytetarët për të kuptuar problematikat dhe shqetësimet e tyre. Ai njoftoi gjithashtu se do të vijojë vetë me takime në qytete të ndryshme të vendit në vijim të këtij turi. Mbledhja kësaj jave vjen pasi takimit të zgjeruar mes deputetëve dhe ministrave dhe konsiderohet pjesë e rutinës javore të grupit parlamentar ku diskutohet mbi agjendën e kuvendit. Sipas burimeve në seancën plenare të shenjtës, pritet të shqyrtohen disa projektligje të lidhura me procesin e integrimit evropian, ndërkohë më herët është zhvilluar dhe një tjetër takim brenda Partisë Socialiste. Sekretari i përgjithshëm Blendi Klosi mblolli në Selin Roz kryebashkiakët. Ky takim u fokusua në rienergjizimin e strukturave dhe përgatitjen për procese zgjelore, gjithashtu në kuadër të turit punët për Shqipërinë.